Përshëndetje të gjithëve, shifeni qa masakre ka bërë zjarri në zonën e Priskës në Tiranë, ndërkohë kanë ndjekur dhe pjesë të Vreshtit, ka ullinj, shohim disa shtëpi që janë mes të zjarreve, ndoshta shtëpi të vjetra, nuk e dim. Ndërkohë vazhdon puna për fikjen në pjesë me helikopterat e ushtrisë. Sa tani jemi në pjesën që duket dhe pjesa e Farkës, ku zjarri ka arritur pikërisht afër edhe unazës së madhe. Ndërkohë shohim aksionin e helikopterëve të ushtrisë në disa fronte, pasi edhe në malin e Dajtit kemi një vatër zjarri që ka disa ditë, por sot ka kaluar në pjesën që duket nga Tirana. Shpresojmë që edhe koha të jetë në favor të emergjencave, pasi ka dhënë për të rënë shi, por nuk e dim nëse do të bjerë ose jo. Ju përshëndesim.